Tundja tjeta uroj t'jeni mirë. Çmendet Putin dhe nis kërcënimet e tij për Ballkanin, Moska gati t'i vërë flakën Ballkanit. Çfarë është duke ndodhur, apo vjen një luftë e madhe drejt Ballkanit, apo është vetëm një paralajmërim për çfarë ka dashur të thotë ministri i jashtëm rus Sergej Lavrov dhe çfarë ka thënë një deklaratë bombë e kancelarit gjerman Merz, i cili ka thënë mos prisni pas kësaj që do ju them pas këtij fjalimi, mos prisni më ngjarje të mira sepse diçka e madhe po vjen. Ç'është kjo deklaratë e kancelarit të shtetit më të fuqishëm në Europë, Gjermanisë. Gjermania është e tronditur dhe me sa duket është duke bërë gati të gjitha planet e saj. Çfarë është duke ndodhur në Europë, çfarë në Amerikë ju e dini, çfarë është duke ndodhur dhe çfarë pritet të ndodhë në Ballkan, si preket Kosova, po Shqipëria, po Bosnia, po Malizi, Maqedonia e Veriut, çfarë kërkon Putini në fakt, cila është natyra e këtij kërcënimi dhe a është e vërtetë se ne duhet tashmë të mendojmë pikërisht atë alarm që është ngritur se Putini sapo të përfundojë lojën e tij në Moskë do të vi në drejtim të Ballkanit, apo edhe të Europës, apo ne jemi duke egzageruar kur themi se Putini nuk ka synime të tjera si thot një pjesë tjetër, sapo të mbaroj punë në Ukrainë, nuk ka më asnjë synim tjetër, do të merret aty sepse Putinit nuk i duhet më pjesa tjetër e Europës. Diçka e madhe po gatuhet, diçka e madhe po vjen dhe ne duhet ta kuptojmë këtë, jo për të përhapur panik, po për ta parë të vërtetën drejt e në sy. Një deklaratë shokuese nga Kremlini ka ardhur dhe nëpërmjet të cilës Moska synon të përcjellë një mesazh të fortë për NATO, të cilën e ka konsideruar si faktor destabiliteti në Ballkan me rastin e 30 vjetorit të marrëveshjes së Daytonit, e cila i dha fund një herë e përgjithmonë ose të paktën përkohësisht masakrave të tmerrshme në Bosnjë-Hercegovinë dhe gjakderdhjes së tmerrshme në Ballkan. Lavrov ka thënë se NATO po kërkon të bëjë ekspansion në Ballkan dhe kërkon të ndryshojë ekuilibrat e forcave atje. Ç'është kjo këngë e re, ç'është kjo çifteli e re ruse për Ballkanin dhe çfarë nënkupton ajo? A ka ekspansion të NATO-s në Ballkan dhe si i ndryshon kjo ekuilibrat e forcës? Përse në këtë moment Rusia po bëhet gati të hyjë në një lojë të re? A janë shqiptarët, si preken shqiptarët në ky moment dhe cili do të jetë pozicioni ynë? Ne si shqiptar jemi në një zonë shumë delikate dhe Shqipëria, e cila është e lidhur drejt për drejt me Kosovën, është drejt për së drejti e prekur nga këto kërcënime të Putinit nëpërmjet Lavrovit për të ndaluar rritjen e fuqizimit dhe të pranisë së NATO-s në atë që ato e kanë quajtur geto të perëndimit këtu pra në Ballkan, apo një zonë, një trampolin e fuqishme e perëndimit këtu në Ballkan, që prish ekuilibrat e forcës dhe ekuilibrat e brish të paqes të vendosura në Dayton. Kush po e prish paqen? Rusët, Amerikanët apo NATO, dhe përse vjen pikërisht në këtë moment? Si kërcënohet Kosova nga këto deklarata dhe çfarë mund të ndodhë me shqiptarët? Këtë e analizojmë në ndritën e një deklarate shumë të fuqishme, të cilën e bën kancelari gjerman Merz në një takim, në një tubim të rëndësishëm në Münih, tubim i lidhur me një jubile të partisë politike që përfaqëson kancelari Merz. Fjala e tij nuk ishte as pak normale, sepse ai pranoi shumë gjëra të mëdha. Ai kishte shumë dyshime për këtë situatë dhe ai i kërkoi gjermanëve zyrtarisht sot që të bëhen gati për luftë. Për atë luftë e cila është e pashmangshme me Rusinë dhe me Vladimir Putinin. Merz ka shokuar me deklaratat e tij, jo sepse ato kanë qenë të paparashikuara, por sepse askush në Gjermani, por edhe në një pjesë të madhe të Europës, nuk e kishte çuar në përmend se Gjermania,
fuqia më e madhe ekonomike dhe politike e Europës të niset në këtë rrugtim dhe në këtë trajektore të re, me këtë diskurs të ri dhe të thot shefi i shtetit më të madh në Europë, Europa duhet bëhet gati për luftë dhe se gjermanët duhet të harrojnë jetën e luksit, duhet të harrojnë pabet dëshfrimin, por duhet bëhen gati të shkojnë ushtar në front. Në mos vullnetarisht do të detyrohen që t'i çojnë me dhunë në front, me detyrim. Fillimisht do të bëhet mobilizimi vullnetar dhe më pas nëse refuzojnë të rinjtë gjerman që të shkojnë vullnetarisht në frontin e luftës dhe të përballen me Rusinë, atëherë do të detyrohen që të shkojnë atje, sepse kancelari Merz ka thënë brezat e ardhshëm nuk do të na e falin në qoftë se nuk luftojmë sot për Gjermaninë e madhe. Për Gjermaninë tonë, për Gjermaninë e begatë, për Gjermaninë e fuqishme dhe për Gjermaninë motorin dhe gjeneratorin kryesor të Europës. Ç'është kjo frikë e Merzit dhe ku buron ajo? Dhe përse në këtë momente vjen kërcënimi i Lavrovit për Ballkanin dhe tenton ta ndezë atë duke provokuar një sherr të cilin ai e shikon se mund të nisë thjesht për arsyen e pranisë së NATO-s këtu, që do të thotë edhe ne si vende anëtare të NATO-s, ne Kroacia, Maqedonia e Veriut, Malizi, pra të gjitha vendet që janë anëtare të NATO-s, ai i konsideron si vendet të cilat të luftojnë apo janë trampolina të perëndimit këtu në Ballkan, gjë që prek interesat e trampolinës ruse në Ballkan, që është Serbia dhe Beogradi. Çfarë po ndodh dhe përse tani si ndikohet Shqipëria? Shqipëria ju e dini, gjithmonë ka ngulur thika në kurrizë të Kosovës. Kosova shkon te zgjedhjeve dhe askush nuk e din se cila do të jetë qeveria e ardhshme që do të prodhoj populli i Kosovës. Kosova është jashtë NATO-s. Ka mbështetjen e aleatëve, ka mbështetjen e një pjese të Europës dhe mbështetjen e amerikanëve. Rusët po u përcjellin amerikanëve mesazhin që ne nuk do ta pranojmë diktimin e fuqisë dhe të ekuilibrave të ri të forcës nga NATO dhe nga Amerika në Ballkan. Dhe ky është kërcënim i hapur dhe i drejtë për drejtë. A ka një plan, një marrëveshje ndërmjet amerikanëve dhe rusëve, apo thjesht Putini nëpërmjet Lavrovit është duke bërë gati një matje pulsi momentale, të cilën apo mbi të cilën kërkon dhe synon të ndërtoj projeksionin e tij të ardhshëm gjeopolitik për rajonin e Ballkanit. Ndërkohë që të gjitha këto rreziqe ndodhin, ju e kuptoni, Tirana është duke u bërë gati të hyjë në luftë dhe të shpallë luftë Spakut, dhe Berisha me Ramën po konsolidojnë aleancën e tyre të fortë me njëri tjetrin në mënyrë që të mos lejojnë asnjë aktor të dytë apo të tretë që të hyjë në lojë, në mënyrë që amerikanët, rusët apo të gjitha fuqitë e reja botërore në këtë botë, në të cilën do të zhduken entitete politike dhe do të lindin të reja. Askush të mos ketë mundësi të negociojë fatet e Shqipërisë dhe të shqiptarëve përveç se me çiftin Rama-Berisha. A do ta lejojnë amerikanët dhe europianët këtë? Dhe a ka në fakt kohë Spaku që të veprojë dhe të ndëshkojë korrupsionin, krimin dhe klasën politike 33 vjeçare? Këtë ende nuk e dim. Por lufta do të vijojë dhe do të vazhdojë. Dhe Rama e ka marrë mesazhin që mund t'i dalësh kundër dhe mundet t'i shpallësh luftë edhe Amerikës, edhe Europës, në qoftë se tentojnë që Spakun e kontrolluar prej tyre të ta binë me pistoleta tek shtëpia e Berishës në katin e 8, apo tek zyra e kryeministrit Rama, atje me antarët e BKH-s të armatosur me pistoleta. Rama e tha dje në fundjavë pra, apo pardje të shtunë në podcastin e tij, e analizuam mbrëm në live-in që bëm, që
jemi gati për t'i shpallur luftë dhe nuk guxon njëri të hyjë. Garda do të ndaloj pistoletat e BKH-s, që janë policia gjyqësore e gjykatës speciale antikorrupsion e drejtuar nga amerikanët dhe nga europianët. Çfarë po lëvizë Rama dhe Berisha, çfarë po lëvizin shqiptarët, po a e kanë kuptuar shqiptarët dhe si do të ja bëjnë ata për të përballur me këtë realitet të ri, në të cilin amerikanët po bëjnë matje të ngadalta, europianët po bëhen gati për luftë, Rusia kontrollon të gjitha apo pjesën më të madhe të kapitaleve, të mediave, të prime time-it dhe të bizneseve në Tiranë. Këtu është gjagjëza e madhe. Kancelari Merz thot në Gjermani lëshon paralajmërimin dhe sinjalin e fortë të rrezikshëm dhe u thot gjermanëve, europianëve dhe gjithë pjesës tjetër të botës, të cilët e dëgjojnë atë me kujdes, sepse Gjermania nuk është humor, Gjermania është një nga pikat kyçe të planetit, por edhe të Europës, sigurisht. Kancelari gjerman Merz shkon përtej kësaj dhe thot: shiko se mos të mendoni se do të ndryshojë situata nëse largohet Donald Trump nga shtëpia e bardhë. Jo, hiqeni nga mendja, thot ai. Në takimin e Munichut ngre alarmin e madh dhe u thot: asgjë nuk ka për të ndryshuar nëse largohet Donald Trump. Po çfarë don ai të thot me këtë? Ai don të thot me këtë atë që e tha në tekst, me zë dhe me figurë. Në takimin e Munichut, kur i tha gjermanëve bëuni gati, se do të shkojmë në një botë të tmerrshme. Atë botë për cilën unë kam 4 vite rresht që ju flas këtu. Dhe një pjesë e analfabetëve na thot jeni fantazist, një pjesë që janë me agenda thot jeni gënjeshtar, një pjesë e idiotëve që nuk kuptojnë, që vinë për të bërë gallat, bëjnë humor, tallen, qeshin dhe bëjnë batuta. Në fakt bëjnë batuta sepse jeta e tyre nuk ka ndonjë vlerë. Kombi, adheu, familja, fëmijët, e ardhmja, ekonomia, politika, pushteti, gjeopolitika, e ardhmja e Shqipërisë, e ardhmja e Ballkanit, e ardhmja e fëmijëve tanë. Por ata nuk është asgjë, sepse janë gjithë kohës të dehur, ose janë të paditur, ose janë ignorant, ose janë analfabet, ose janë të shitur. Ai ka e kombit sot që mendon dhe lexon me kujdes dhe që na ndjek nga e gjithë bota, duhet bëhet gati të bëj matje të mirë. Matjet në këtë moment në të cilin po vinë sinjalet të qarta. Nga Gjermania, bëhuni gati për luftë me Rusinë, bëhuni gati për frontin, ndërkohë Kremlini dhe Putini çmendet e ndez kujin e shkrepses dhe fuqisë së barutit këtu në Ballkan ja afron çdo ditë e më shumë kunjin e ndezur të shkrepses dhe kërcënon me shpërthimin e Ballkanit me Serbinë që i kanë rënë dhëmbët dhe me shqiptarët të cilët janë nën Serbinë dhe bëjnë sikur janë me Amerikën. Kujdes, është shumë lojë e thellë. Kancelari Merz ka thënë mos prisni ndryshime të mëdha. Amerika nuk do të ndryshojë, që do të thotë për europianët dhe veçanërisht për gjermanët dhe për pjesën tjetër të botës, të cilët i lexojnë mesazhet me kujdes dhe i dekriptojnë ato mesazhe me kujdes. Trump largohet, nëse largohet në 2028, politika e jashtme e SBA-ve nuk do të ndryshojë. Që do të thotë Gjermania ka informacion, që vendimi i Amerikës është vendimi i Amerikës së thellë. Ajo që unë ua kam thënë, të gjithë ata që më kanë ndjekur dhe janë të vëmendshëm ndaj mesazheve dhe videove që unë kam bërë. Ju a kam thënë, Trump nuk është gjë tjetër përveç se një instrument i shtetit të thellë, i cili luan fort me ekuilibrat e tij
me Pentagonin dhe me Amerikën e madhe e cila vendos politikën e madhe. Kur thot kancelari Merz që nuk ndryshon gjë në Amerikë, ai është duke u thënë të gjithë njerëzve të cilët po presin që kjo dallgë dhe ky trishtim të kalojë me kalimin e këtyre situatave të nxehta. Jo, rënja e Ukrainës do thot marshim i Putinit drejt Ballkanit, drejt Europës dhe drejt vendeve të tjera. Në fakt, dikush ka qenë skeptik lidhur me këtë, sepse ka thënë Putini nuk ka interes për te Ukrainës. Por, dikush tjetër ka ngritur alarmin dhe ka thënë Putini nuk do të ndalet në Ukrainë. A din këtë Amerikanët? Po sigurisht që e din. Të gjithë e din, edhe Europianët e din, edhe Amerikanët, edhe Gjermanët, edhe Britanikët. Europa është në pikën e hallit, sepse ishte bashkëshortja me letra e Amerikës. Por ish bashkëshortja e Amerikës tashmë u plak. E humbi shkëlqimin, e humbi rinin, e humbi freskin, e humbi vitalitetin, e humbi grindën, e humbi nxehtësinë, dhe Amerika po kërkon për një partnere të re. Europa është plakur. Europa nga ana e saj me Merzin dhe Macronin kanë kërcenuar dhe kanë nxjerrë dhëmbët që Europa do ta kthejë botën përmbys në qoftë se fuqitë e tjera tentojnë ta nxjerrin atë jashtë loje. Emmanuel Macron vrapoi dhe shkoi për në Pekin në vizitën e tij të fundit dhe u bëri gjithçka që mund të bënte për t'u thënë kinezëve të heqin dorë nga Rusia, ashtu si që hoqi dorë Amerika nga Europa, dhe të bëhen bashkë të ndërtojnë interesa. Por kinezët janë më të zgjuar se kaq. Kinezët e refuzuan Macronin, mbajnë tensione me Amerikën dhe i shkelin një gjysmësyu Amerikës. Amerika ndërkohë, siç ju a thash në bisedën e djeshme dhe të pardjeshme, po përgatit qoftë dhe në letra bordin e ri të drejtues të botës ndërmjet Amerikës, Rusisë, Indisë, Japonisë dhe Kinës. Me bord drejtues, kryetar të bordit drejtues me Amerikanët. Në fakt, kinezët nuk mundet ta pranojnë këtë me aq lehtësi, sepse kinezët mendojnë që Amerikanët do të bien. Amerika e di që nuk mund të shkojë në përplasje të madhe dhe fatale, sepse e di shumë mirë që kjo do të ketë kosto të mëdha. Ndaj po përgatitet edhe ajo që të gjejë një marrëveshje në vend të përplasjes frontale me Kinën për Tajvanin e shtrenjtë, për Tajvanin e microchipave dhe të semikonduktorëve, i cili do të përcaktojë të ardhmen e planetit në shumë lëmi dhe të ardhmen e përplasjes ndërmjet dy gjigantëve të botës, Washingtonit dhe Pekinit, të cilët po tentojnë në minutat e fundit dhe në lojë shtesë që të gjejnë një lojë, një bashkëpunim, një mirëkuptim, një ndarje rolesh më mirë se një thyerje kockash, e cila do t'i shkatëronte të dyja palët dhe do t'i përballte ata me fatura të mëdha. Por kancelari Merz është i mendimit se kjo nuk do të ndryshojë asgjë, sepse bota nuk ka më kthim pas nga përplasja e madhe fatale. Ai thot se edhe nëse largohet Trump, presidenti Trump do të vi J.D. Vance, i cili do të jetë me të njëjtën agjendë si Donald Trump, mbase dhe më agresive se ajo e Trumpit. A do të thot kjo se Amerika do të vi duke u dobësuar dhe do kërkoj partner të ri në lindje? Këtë askush nuk e di. Por deklarata e tmerrshme e Merz gjithashtu ishte: lutem, uroj dhe shpresoj, thot Merz, në mënyrë
Dhe unë jam I mendimit, thot Merz, se duhet të bëjmë gjithçka që ta mbajmë NATO-n sa më gjatë në këmbë. Dhe kjo është fatale, dhe kjo është deklaratë më e frikshmja që unë kam dëgjuar ndonjëherë. Të thot shefi I Gjermanisë duhet të bëjmë përpjekje maksimale, ta mbajmë NATO në këmbë dhe gjallë sa më gjatë. Kjo nënkupton se NATO tashmë e ka nisur rrugën e shpërbërjes së saj. Dhe kjo është më se e frikshme, dhe kjo është diçka e cila do të ndryshojë gjithçka. Shqipëria, Kosova, Ballkani janë në një zjarr të madh dhe Amerika po tenton ta blindojë rajonin sa më shumë, ndërkohë Rusia në këtë moment përcjell kërcënimin e saj për ndezjen e Ballkanit, sepse po kërcënohet Daytoni, që vendosi dhe ruajti paqen e brisht sipas Moskës dhe Kremlinit, dhe këtë po e bëjnë Amerikanët, të cilët duan të shtyjnë më tutje zgjerimin e influencës së tyre në Ballkan. Po përse tani Lavrov e bën këtë? E bën Lavrov këtë sepse ai e di që ky është momenti në cilin do të riekuilibrohet bota dhe do të rivendosen ekuilibrat. Dhe ai po mat pulsin dhe po bëhet garanti I Serbisë dhe I serbëve, qoftë në Bosnjë, qoftë në Kosovë. Deklarata dhe kërcënimi I hapur I Lavrovit për shpërthim të Ballkanit, në qoftë se NATO ndërhyn dhe zhvendos ekuilibrat e lojës, është de facto goditje e legjitimitetit të ekzistencës Kosovës, pasi Lavrov e nënkupton me tekst se Kosova është shtet artificial dhe se ajo është pjesë e krijuar artificialisht nga perëndimi. Si pjesë e influencës së perëndimit apo e lojës së perëndimit për të shtuar influencën e tij në Ballkan, në drejtim të Ballkanit, dhe si përpjekje e këtij të fundit, pra, e perëndimit e Amerikës, pra perëndimi është Amerika, për të çekuilibruar ekuilibrat e forcës në Ballkan pas Daytonit nëpërmjet shkatërimit të Daytonit. Pra, Gjermania ngre alarmin dhe thot duhet mbajmë NATO-n në këmbë sa të mundemi. Do të thotë që ai po sheh diçka të tmerrshme larg. Ndërkohë, nga ana tjetër, ne duhet kuptojmë se si ndikon kjo për rajonet shqiptare. Lavrovi ka mesazh të fortë për Tiranën këtu dhe është duke na bërë një test. Sa të koordinuar janë shqiptarët? A kanë shqiptarët strategji apo bëjnë vetëm gam-gam dhe bëjnë reagime në internet dhe në YouTube? A kanë shqiptarët diplomaci aktive dhe cilat janë rrjetet e tyre diplomacisë dhe cili është reagimi I tyre në rast se shikojnë se Shqipëria dhe shqiptarët dhe Kosova është në rrezik? Fatkeqësisht ne duhet ta pranojmë sot se Shqipëria reagon, por nuk parashikon. Shqipëria flet pak dhe zakonisht flet me zë të huaj. Çfarë do të thotë kjo? Le të jemi pak më të sinqertë dhe më të vërtetë, sepse nuk ka më kohë. Rusia po e paralajmëron perëndimin në Ballkan. Dhe bën këtë në mënyrë që t'i hap rrugë forcimit të Serbisë, diplomatikisht, dhe në mënyrë që Kosova të mbetet e brisht. Shqipëria në thelb, figurativisht, në mënyrë figurative apo në mënyrë formale, është e rreshtuar në perëndim, por po bën lojën e Beogradit. Sepse elitat politike në Tiranë, me elitat financiare dhe mediatike, janë të rreshtuar nën Beogradin dhe me Beogradin. Dhe nëse ky konfigurim vijon, do të thotë që Shqipëria është e rreshtuar formalisht,
por nuk është e mbrojtur strategjikisht. Ndaj dhe Rama i dha mesazh SPAK-ut dhe amerikanëve, BKH-ja nuk hyn dot e armatosur në kryeministri, që do të thotë sistemi bipolar që la Ramiz Ali amanet në 91-shin, Rama Berisha nuk kërcënohet dot, sepse për ndryshe do të kthejmë tavolinën përmbys. Nëse ky konfigurim vazhdon, Ballkani riformatohet pa asnjë diskutim, pa shqiptarët në qendër të vendimmarrjes. Dhe këtë po përgatisin elitat anti-shqiptare në Shqipëri, të cilët maskohen me perëndim, dhe nëse SPAK nuk vepron shpejt, dhe nëse ne shqiptarët nuk veprojmë shpejt për të ruajtur peshën ton dhe shtetin ton nga lojtarët e Beogradit, të cilët maskohen me Amerikë, Shqipëria humb rolin e saj në Ballkan dhe askush nuk e di se ku shkojmë dhe si shkojmë drejt pa njohurave të mëdha. Ju lutem mbajini shënim këto që po ju themi, sepse ndoshta mund t'ju duhen për historinë, kur nesër të kemi psuar dhe të kemi paguar fatura të mëdha të rrezikshme, ose mund na duhen për të bërë edhe një herë analizën e historisë në këtë moment jashtëzakonisht të rrezikshëm, ku do të zhduken entitete shtetërore dhe politike shumë të rëndësishme dhe entitete të tjera deri tani të pamenduara, të përfillshme, do të hynë në lojë dhe do të ngjiten në majën e ekuilibrave të ri gjeopolitik ndërkombëtar. Duhet kemi parasysh se Shqipëria nuk është neutrale as pak në këtë ekuacion, në këtë kërcënim të Lavrovit. Shqipëria është antare e NATO-s dhe Shqipëria ndikon drejt për së drejti në ndikimin e balancave të fuqisë këtu në Ballkan, sipas përkufizimit dhe përcaktimit të Lavrovit dhe të Kremlinit. Kjo do të thotë se Shqipëria, si mbështetëse politike e Kosovës, logjistike dhe ushtarake dhe si territor i NATO-s, do të thotë në sytë e Moskës është platformë logjistike strategjike e perëndimit në Ballkan, që do të thotë merr kërcënim të drejtë për drejtë nga Moskë. Kosova, si pika më ndjeshme e Shqipërisë, shndërrohet pas deklaratës së Lavrovit automatikisht në Kosovë me pavarësi të delegjitimuar, dhe sigurisht Lavrovi dhe Moska synojnë pikërisht në këtë moment, në këtë minutë gjeopolitike që po kalon bota dhe veçanërisht Ballkani, të forcojnë idenë dhe narrativën se Kosova është projekt artificial perëndimit. Dhe ku qëndron këtu rreziku për shqiptarët, vëllezërit e mi? Këtu ka një rrezik të madh që është presioni ndërkombëtar në rritje ndaj shqiptarëve, veçanërisht ndaj Kosovës, hapje e skenarëve dhe detyrim dhe përcaktim i autonomive për serbët në Ballkan dhe asociacioneve zajednicave, dhe ngrirje afatgjat e statusit Kosovës që do të ishte fatale për të ardhmen e Kosovës. Çfarë ndodh? Për t'i vënë ka pak sa histori, Shqipëria mbetet një zë periferik, dhe kjo është arsyeja pse Rama dhe Berisha po ruajnë monopolin bipolar dhe nuk po lejojnë asnjë lojtar tjetër që të shtojnë dhe të ndryshojnë dinamikat e lojës brendshme politike në Shqipëri, sepse duan të mbajnë lojën nën kontrollin e tyre që perëndimi dhe lindja t'i negociojnë vetëm ata. Kush është rreziku për shqiptarët në këtë moment? Rreziku është se hipotetikisht në këtë lojë të madhe të re që mund të lindë, amerikanët flasin me Serbinë, BE-ja negocion me Serbinë, Rusia mbron Serbinë. Shqipëria nuk është aktor në tryezë dhe luan si aktor i jashtëm, dhe këtë është duke luajtur Rama me ortakët e tij në opozitë, në mënyrë që ne të jemi
lojtar jo vendimtar dhe duke mos qenë lojtar trueze, kjo na çon në pikën tonë më të rrezikshme. Shqipëria është aleate, por jo vendimmarrëse. Dhe kjo është fatale për shqiptarët. Dhe këtu ka edhe një rrezik tjetër që është rreziku i instrumentalizimit të shqiptarëve. Sepse Ballkani po tenton të kthehet në një zonë presioni ndaj Rusisë dhe monedhë shkëmbimi SBA, BE, Serbi. Në këto kushte, shqiptarët përdoren si argument moral, por jo si prioritet strategjik. Dhe historia, fatkeqësisht, e njeh mirë këtë skem. Ne shqiptarët e kemi me detyrim dhe me përcaktim të mbajmë anën e perëndimit strategjikisht, por ne nuk kemi fuqi as mundësi të luajmë lojra më të mëdha se të perëndimit dhe se të lindjes, kur perëndimi merret vesh me lindjen. Ndaj, loja jon është Tirana. Të mbrojmë Tiranën duke e shpëtuar Shqipërinë vetëm në një formë: çmontimin e monopolit politik bipolar Rama Berisha, krijimin e një mase tjetër e cila mundet të shndërrohet në faktor që demonopolizon aksionin politik shqiptar duke e nxjerrë atë nga kthetrat e Beogradit dhe të lojtarëve të tij, të cilët maskohen dhe vishen me flamur amerikan. Rrugë tjetër nuk keni, shpëtim tjetër nuk keni. Kaq kisha për sonte detajet rrugës. Ne nuk do të rrim, ne nuk po rrim, po bëjmë matjet, po bëjmë kalkulimet. Dhe do ju thërrasim gjithë Shqipërinë, burrnin, nderin dhe shqiptarin, o sot, o kur për Shqipërinë tonë, sepse bota është në udhkryqin e saj më të rrezikshëm në 80 vitet e fundit pasi ka mbaru lufta e dytë botërore. E bëjmë Shqipërinë ose mos na qoftë koka. Kaq kishin për sonte, pjesën tjetër ju e dini si gjithmonë. Vijon në numrin e ardhshëm. Roft Shqipëria, roft shiu, Zoti ju bekoft ju, Zoti e bekoft Shqipërinë. Vdekje tradhtarëve, Shqipëria e shqiptarëve, vdekje tradhtarëve. Natë në mirë.